Integrimi në Bashkimin Evropian është prioritet kryesor i qeverisë së Maqedonisë dhe partive politike në vend. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi në ditën e Europës takoi sot ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s dhe ish zëvendës kryeministrat për eurointegrime. Besimi tha se takimi me ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s është në funksion të bisedimeve për perspektivën e vendit për antarësim në BE dhe për këmbimin e mendimeve në këtë temë, duke përfshirë edhe avancimin e Maqedonisë në reformat e raportit të ardhshëm nga Komisioni Evropian. Kjo është interes strategjik i vendit dhe do të shfrytëzojmë momentin që të bisedojmë me ambasadorët këmbimin e përvojave për integrimin e Bashkimit Evropian dhe do të bisedojmë për vlerat europiane, ajo që është me rëndësi për të ardhmen e vendit, duke njoftuar edhe për reformat edhe për raportin të cilin do të vijë për Republikën e Maqedonisë në qershor dhe pastaj në të ardhmen për procesin integrimit në Republikës Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Njëri nga ish zëvendës kryeministrat Jan Milovski tha se secili prej tyre mund të transmetojë një pjesë të përvojës personale në lidhje me procesin eurointegrues. Maqedonia është shumë e vogël që të heqë dorë nga njohuria e atyre që paraprakisht kanë qenë të kyçur në ndonjë proces. Është për t'u habitur se nëse ke qenë nga njëri grup, nuk mund t'i tregosh diçka grupit tjetër. Fakt ky që sipas meje është jo normal, se fundja çdo njeri prej nesh është qytetari i këtij shteti dhe çdo njeri në mënyrën e tij do të dëshironte të ndihmojë. Besimi dhe ish zëvendës kryeministra tjerë arritën sot marrëveshje për formimin e një këshilli të zëvendës kryeministrave për eurointegrime si trup jo formal, i cili do të takohet në ditën e Europës.